Kandidati për kryetar të komunës së Gjakovës Ardian Gjini, që synon mandatin e tretë, të martën inspektoi 2 vend punishte në pikën e Zezë dhe në Bardhaniq, ku tha se punët përkryen me dinamik të shpejtë. Kemi hime i punu trotuarit komplet, edhe gjelbrimin, drejt rrapa krejt, këtë ka me ardhë, a më ka më konë lagje, ka pak. Kundër kandidat për kryetar komune, Gjini e ka Ardian Golën e lëvizjes vetëvendosje që doli i dyti. Gjini në rundin e dytë të zgjedhjeve me 9 nëntor futet edhe me përkrahjen e LDK-s me të cilën parti ka lidhur koalicion për Gjakovën. E kandidati AK-s për kryetar të komunës së Suharekës Bale Muharemaj në ditën e dytë të fushatës prezantoi projektet të cilat do të realizohen në mandatin e ardhshëm. Përmes një videoje të publikuar në llogarinë e tij në Facebook, kryetari aktual Muharemaj premtoi stacion modern të autobusëve, ndërtim të objektit të ri të Ekotheranda, ndërtim të një qerdheje bashkëkohore, ndërtim të qendrës së zjarfikësve, ndërtim të pishinës gjysmë olimpike, ndërtim të shkollës 7 Marsi, pastaj studim fizibiliteti për ngrohtorën e qytetit dhe kujdes për të moshuarit. Smaj Latifi po ashtu kërkon mandatin e radhës. Kandidati AK-s për kryetar të Rahoveci takoi banorët e Krushës së Madhe. Në një postim ai tha se po bëhet bashkë me banorët e Krushës rreth konceptit të punës, rezultateve dhe angazhimit të pandalshëm. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, post në Gjakovë, Rahovec e Suharek, është në balotazh edhe në Klinë me kryetarin aktual Zenon Elezaj dhe në Jurnik me Agron Kuqin.